Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqis rastin e një shtatzënie ektopike tek një paciente gjatë javës së 7 të gestacionit. Pacientja kishte një nivel të beta HCG prej 4500 të kryer një ditë para kontrollit në ultratinguj. Vlerësimi ynë filloi me një ekzaminim transabdominal. Siç mund shihni këtu, vërejmë një kavitet uterine bosh me një endometër me pamje sekretore, trashësia maksimale e të cilit, që matëm këtu, ishte 17 mm. Gjatë vlerësimit të zonës aneksiale të majt, nuk u evidentuan masa apo formacione, ndërsa siç mund shohim këtu në zonën aneksiale të djathtë, evidentohet një formacion me pamje rrethore me përmbajtje anekogjene, që në këtë pikë të vlerësimit ishte me origjinë të pasigurt. Vlerësimi më pas u krye edhe nëpërmjet rrugës transvagjinale. Kjo është zona aneksiale e majt që konfirmohet të jetë e rregullt. Vërejmë një vezore të rregullt për nga përmasat, struktura dhe vendodhja. Dhe kjo është pikërisht vezorja e majt, dhe më pas kaluan të vlerësojmë vezoren e të djathtë. Këtu vërejmë një vezore me pamje të rregullt me një zonë që në color Doppler shfaqte, do ta shohim pas pak sekondash, një unazë tipike vaskulare që i atribuorem një trupi luteal. Pra, vezorja e shtatzënisë ishte pikërisht ajo e djathta dhe ngjitur me vezoren e djathtë konfirmohet sërish prania e kësaj formacioni rrethor me një vijë të hiperekogjene dhe përmbajtje anekoike që pikërisht ngjallte dyshimin për një shtatzënie ektopike. Shtatzënia ektopike është një shtatzëni që implantohet jashtë vendit tipik, pra jashtë zgavrës endometriale. Në 95% të rasteve vendodhja është tubare. Simptomat mund të jenë shumë të ndryshme, mund të fillojnë nga një amenore e thjeshtë e cila mund të shoqërohet ose jo me shenja klinike si dhimbje abdominale, ndonjëherë spotting, gjakderdhje vagjinale dhe në rastet më të avancuara, klinika mund të lidhet me një ndërlikim siç është çarja tubare me hemoperitoneum, pra me dhimbje abdominale, shenja të irritimit peritoneal, paqëndrueshmëri hemodinamike të pacientes, siç janë takikardia, hipotensioni deri në gjendje shoku. Nga ana laboratorike, ajo që ndihmon në ngritjen e dyshimit diagnostik është një beta HCG, vlerat e së cilës nuk dyfishohen siç do të pritej në një shtatzëni që po zhvillohet normalisht, e shoqëruar më pas nga shenja të mundshme ekografike, sidomos nëse beta HCG kalon vlerat 1500 ose 2000, që janë vlerat për të cilat ne do të prisnim të shihnim një qese gestacionale në mitër. Prandaj, mungesa e vizualizimit të një qesje gestacionale në mitër duhet menjëherë të ngrejë dyshimin për një shtatzëni jashtë mitra. Ekografimisht mund të ketë shenja më të qarta, të quajtura shenja drejt për drejta, të cilat janë pikërisht evidenca një shtatzënie jashtë mitre me prani në kontekstin e qesës gestacionale, të një embrioni me aktivitet kardiak fetal pozitiv në ekografi, ose të një embrioni pa aktivitet kardiak fetal në ekografi, ose prania një qese gestacionale brenda së cilës mund të evidentosht eventualisht prania e qesës viteline. Në realitet, këto shenja kaq tipike dhe blethemi më të qarta janë të vështira për të evidentuar në ekografi. Më shpesh, ajo që evidentohet është prania e një formacioni aneksial me pamje rrethore, si një unazë tubare, që është ajo që quhet shenja e Beiglit, si në rastin e pacientes që po shqyrtojmë, e cila tipikisht ka një unazë vaskulare rrethore, ose shenja e Blopit, pra prania e një mase të pabarabartë në zonën aneksiale që zakonisht ndahet nga aneksi homolateral, pra nga vezorja homolaterale, përmes stimulimit me sondë. Ndërsa shenjat indirekte janë prania e një pseudosaku gestacional në kavitetin e mitrës, që në këtë rast nuk ishte i pranishëm, i cili në thelb nuk është një dhomë, por një formacion anekogjen që nuk është i rrethuar nga unaza tipike hiperekogjene, dhe kjo na ndihmon të bëjmë diagnozë diferenciale në krahasim me dhomën dhe që shkaktohet nga formimi i një grumbullimi të lëngshëm në kavitet, si dhe eventualisht prania e derdhjes së lirë në Douglas, që shpesh shkakton dhimbje gjatë stimulimit me transduktor transvagjinal. Të pacientja shihni si pikërisht ky ring që vërejmë këtu, ky ring hiperekogjene, shoqërohet pra nga një vaskularizim rrethor tipik, i cili në fakt hyn në diagnozë diferenciale me ringun tipik vaskular të trupit luteal, dhe që pikërisht shtonte edhe më shumë dyshimin se mund të ishte vërtet i atribueshëm një dhome gestacionale me përmasa që këtu i shihni 17 me 13 mm.
Nga imazhet shihet shumë qartë se në të djathtë të imazhit ndonet aneksi, pra vezorja e djathtë me trupi luteal dhe menjëherë ngjitur me aneksin, pra shumë mundësisht në vendodhje tubare, ajo që duket të jetë pikërisht një kavitet, një dhomë gestacionale ektopike me vendodhje tubare. Në këto raste, menaxhimi varet shumë nga klinika e pacientes, nga ato që janë shenjat ekografike dhe nga nivelet e beta HCG. Pra, të një paciente hemodinamikisht stabile, me vlera të beta HCG më të ulta se 5.000, ku nuk ka kundër indikacione për terapin farmakologjike, është e mundur të mendohet për një trajtim me metrotreksat, ashtu si edhe në rastin kur trajtimi dështon, ose në rastin kur beta është mbi 5.000 me një dhomë të madhe dhe të një paciente që gjithsesi nuk ka një klinik të paqëndrueshme, mund të mendohet të ndërhyet me një ndërhyrje konservative përmes salpingotomisë ose salpingektomisë. Ndërsa te pacientja, ku tashmë ka një situatë të stabilitetit hemodinamik të lidhur me shumë gjas me një qarje tubare, pra me një ndërlikim si hemoperitoneumi dhe peritoniti, ajo do të duhet të kandidohet patjetër urgjentisht për një ndërhyrje kirurgjikale. Ju faleminderit për vëmendjen.